Ryva është goxha kënaqësi mu bu gati kështu me ty. Ndoshta publiku nuk e mendon, po shpesh na bjen mu bu gati bashkë edhe je goxha e shpejt. Po e vërtet, na bjen. Dhe se udhtojmë edhe shpesh unë e ti. Po, sidomos këtë vit i kemi pas goxha do udhëtime bashkë edhe me të vërtet Ryva është një prej personave të mi të preferuar me udhëtu me to, se shkojmë bashkë. Praktike, Jemi kështu një ekip i mirë. Rrallë herë, muj me udhëtu me dikon që nuk më bën nervoz gjatë udhëtimit. E ti je një prej atyre personave se kur as nuk jena kesh kuptime, as nashta edhe që veç une e organizoj e ti. Ka mundësi edhe kjo, se zakonisht Erisa i bën planet në udhëtime ku shkojna që kena me bo parën ditë, dytën, tretën, kështu që unë e kam shumë qëllë. Mas ne veç i marrë komandat. Po, me rëndësi, edhe te pjesa fotografie. Ama jo, kështu përgjithësi jem tip i përshtatshëm. Edhe unë mendoj ashtu që përgjithësi edhe shoqënitë e tua e theksojnë këtë fat që je pak më e përshtatshme. Po, jam e përshtatshme kogja. Si tip edhe nuk të shoh shumë nervoz, është kogja vështirë me të qitë kështu prej vetës. Nuk bona nervoz për senet vogla timta, i kaloj, sidomos në shoqni, se menoj që gjana du të mu kalu me sportivitet, sidomos kur ti udhëton ose je me një neje që do në me kalu mirë, pëse mi aprish vetit trimit për një detajt vogël, ku ki mundësi me te i kalu. Shumë e vërtet edhe e gjenë tani një mes. Po, kështu që ka gjatë shumë vynë u akumulu, për me reagu. Me reagu diçka. Edhe dhe me thonë fort e ke kalu. E ke te përu një diçka. E ke te përu. Pra je një prej atyne personave që nëse veç ka artë e reagimi, jënë bledh diçka, unë bush ajo kupa, nuk ka qenë veç momentali ose diçka. Jo, këto momentalit i kaloj kështu, ka herë edhe me hajgare kështu gjona, por nuk e prishi disponimin për zonat vogla. Një këshill shumë e vend që edhe unë kisha dashur me marrë me vetin 2026. Tregona kështu qysh ka qenë 2025 për ty, a ka qenë një vit i mirë, çka ndoshta ka karakterizu si vit? Kryesisht ka qenë vit i mirë, vit i mbar, me lera maninën kuptohet, po kryesisht ka qenë vit i suksesshëm, ku punu fort, kom qenë aktive në përgjithësi, mandej edhe jeta e me familjare, ka qenë në vijë, kështu që gjithë shka u shku mirë. Diçka shumë e bukur me dëgju edhe shumë mirë që e ke pas një vit kaq të përmbushën. E përmende që ke punu fort, unë jam gjithmonë dëshmitare për ty në këtë pjesë, me të vërtet je inspiruese në këtë aspekt, se arrin edhe me balancu pjesën e paraqitjeve tua, edhe pjesën profesionale, edhe familjen, edhe se lenana shkuzhinën, na ke kënaqur me receta, a mundu me prit ndaj recetë të re tash s'fundmi, se koha e festave na janë bëjsirë ose diçka. Festat kalun, po. Safe i bojmë. Po. Gjithmonë ka receta të reja, unë e mundona që publiku të mi sjell receta që për ta janë pak ma të kapshme, edhe që mund mi u kry punë. Për ndryshe marrë shumë komplimente për këtë pjesë e negatimit, gjatë që mu, si me thonë... T'jep motiv ndoshta dhe... Po, shumë a shumë, se drejta është një... Publiku nuk e ka pa që të anën teme, edhe... ka rezultu pozitivisht, edhe kështu që unë jam shkaq gjë e lumtur në këtë pjesë, edhe nuk pritoj hiç fare me sjellë receta të reja, dhe pse ato janë kaq të vështira mi realizu, edhe disa vështirë është me realizu një video të thjeshtë, e lemo e recet, edhe me qenë paraqitshme mbi të gjitha. E paraqitshme, me spjegu bukur, mirë që ata me kuptu, kështu që këgja shumë më merë kohë edhe energji kjo pjesë.